Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16. Përshëndetje. Tregu i brendshëm, sot Shqipëria çel grup kapitullin e dytë të negociatave me Bashkimin Evropian në konferencën e 4 ndërqeveritare në Luksemburg. Delegacioni shqiptar e kryeson kreu i qeverisë Edi Rama, i cili fillimisht dha një deklaratë nga Brukseli, ku u prit nga presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa. Rama përsëriti përkushtimin për përmbylljen e negociatave brenda 2027-s. Iku kjo punë, e bllokoi BE-ja narkoshtetin, se vetë bufi shkoi në Europë bashkë me Qirje Dulen dhe as darkë më nuk i dhan narko kryeministrit. Ja ku jam, rrugës nga Brukseli në Luksemburg, ky sot më është një tjetër stacion që konfirmon se vetëm ne e dim këtë rrugë dhe sot jemi një hap tjetër më pranë objektivit ton madhor, mbyllja e negociatave të antarësimit brenda vitit 2027. Në Këshillin e Lartë të Prokurorisë sot Altin Dumani tregoi si po pastrohen parat. Të ralla janë rastet kur është komunikimi drejt për drejt mes atit që jep dhe atit që merr. Tashmë për të përfunduar paraja të xhepi i subjektit, i cili në këtë rast është zyrtar publik, krijohen disa mekanizma, krijohen disa persona juridik, persona fizik, transakcion pas transakcion për të humbur gjurmët dhe pas një procesi dhe një zinxhiri transaksionesh paraja përfundon tek autori i veprës penale, te zyrtari publik. Në prezantimin e raportit vjetor para KLP-s, kreu i SPAK-ut foli për presionet vazhdueshme nga politika e krimi, nisur nga numri i ulët i kallëzimeve nga institucionet shtetërore. Dumani apeloi për bashkëpunim. Ndërkaq propozoi ndryshime ligjore për mandatin e prokurorëve të posaçëm. Bëhen ndryshimet kushtetuese dhe ligjore me qëllim që prokurorëve të prokurorisë së posaçme në mbarim të mandatit 9 vjeçar t'u jepet mundësia për të rikandiduar sërish në prokurorinë e posaçme, që do thotë të rikandidojë së bashku me prokuror të jurisdiksionit të përgjithshëm, të cilët duan të bëhen pjesë e SPAK. Por Sali Berisha është kundër Dumanit dhe kundërshton kërkesën e kreut të SPAK-ut lidhur me zgjatjen e mandatit të prokurorit posaçëm. Për kryetarin demokrat duhet të harrojë një gjë të tillë. Ç'është kjo të ndrojmë në kushtetutën, pse ka frikë nga puna e tij? Jo, mos ndron kushtetuta. Ta them unë ty jam ta apo. Po, kushtetuta do ndryshojë, do të hiqet e drejta në mënyrë të prerë që prokurori të kontrollojë gjykatësin e dosjes. Kjo s'ndodh në botë. Dhe ai ndryshim është urgjent. Por tjetër, për të zgjata fatin, për të dhënë këtë atë, jo, ta harroj se ndryshon kushtetuta për të jam ta apo. Britania e Madhe thekson se mbështet punën e SPAK-ut në fillimin e luftës ndaj korrupsionit dhe krimit. Përmes një postimi, ambasada e Londrës në Tiranë thekson se ndihma britanike konsiston avancimin e mënyrës së komunikimit të prokurorisë së posaçme. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Pra nga një 38 vjeçari në Lushnjë për korrupsion aktiv në zgjedhje dhe marrja e përdorimi i paligjshëm i dokumentit të identifikimit. U arrestua pasi i premtoi një shtetasi dhënien e një shumë parash, siç dyshohet, për t'i blerë votën në interes të Partisë Demokratike. Materialet procedurale i kaluan SPAK-ut. Hetimin për vjedhje e vote në Lushnjë, reagon Partia Demokratike për Selim Blu. Këto janë sajesa të turpshme si të sigurimit dhe akuzon policinë e shtetit për manipulim të opinionit publik. Shtabi i Partisë Demokratike Fier thotë se distancohet nga çdo krim elektoral e kërkon hetim të rastit nga SPAK-u. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve sot nisi shpërndarjen e fletëve të para të votimit për shqiptarët që jetojnë jashtë vendit të regjistruar për të votuar në parlamentaret e 11 majit. Fillimisht u dërguan për zgjedhësit e qarqeve Dibër e Berat. Lajmi nga rajoni. Partia Demokratike e Kosovës nuk do të marrë pjesë në votimin për krye parlamentarin e ri nesër gjatë seancës së konstituimit të kuvendit, por ndryshe u shpreh Aleanca për Ardhmërinë që tha se në parim është për konstituimin e legjislaturës së 9. Shefja e diplomacisë europiane Kaja Kallas tha se tensionet në Ballkanin perëndimor po rriten, ndaj kërkoi të vazhdojë procesi zgjerimit të bllokut. Para takimit të Këshillit për punët e jashtme në Luksemburg, deklaroi se kjo është diçka e prekshme dhe vërtet ju duhen histori suksesi. Kallas nuk përmendi shtetet ku sipas saj po rriten tensionet, por siç dihet Republika Srpska ka ndërmarrë disa veprime duke rritur shqetësimet e bashkësisë ndërkombëtare për shkëputjen e mundshme nga Bosnja, po ashtu tensionet mes Kosovës dhe Serbisë janë të larta. Lajme nga bota.
Udhëheqësi kinez Xi Jinping tha se nuk ka fitues në kohën kur Pekini dhe Washingtoni kanë vendosur tarifa të larta ndaj importeve të njëri tjetrit. Xi nisi turin në vendet e Azisë Juglindore me një vizitë në Vietnam, duke sinjalizuar se Kina është e përkushtuar për tregtinë globale. Romancieri peruan Mario Vargas Llosa u shua në Lima, i lindur në Arequipa më 28 mars 1936, fituesi i çmimit Nobel për letërsi për vitin 2010, sapo kishte mbushur 89 vjeç. Ndër romanet e tij Qyteti dhe qend e Shtëpia e gjelbër, sipas dëshirës së familjes, ceremonia e varrimit do të jetë private. Parashikimi i motit. Edhe në orët në vijim vendi u ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, moti mbetet me vranësira si dhe me alternime të herpasershme e afatshkurtra kthjellimesh. Vranësirat shoqërohen me rreshje shiu me intensitet të ulët në pjesën më të madhe të territorit. Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës. Edicioni informativ i radhës është në orën 17. Unë jam Ersilda Doko. Unë jam Ervin Nikolla. Kjo është Top Albania Radio.